Gjendemi në studion e provave të orkestrës së teatrit të operas e baletit. Aty ku 50 orkestrantët e drejtuar nga dirigjenti mik Konstantin Ilievski po bëhen gati për një program gati 2 orësh me pjesë nga Flauti Magjik Mozart, Sinfonia e 9 Schubert dhe koncert për violin nga Beethoven. Really very happy to work with the orchestra of the opera. Për mua ishte e pabesueshme puna kolosale që orkestra e Topit ka bërë për vetëm 4 ditë. Është hera e parë për ta që luajnë simfoninë e Schubert dhe kur unë shkova për prova, ata ishin thuajse gati për koncert. Në bashkëpunim me ambasadën austriake, kjo shfaqje do të mbahet mbrëmjen e 17 majit në sallën e teatrit të operas e baletit. For the Austrian embassy, it is... Për ambasadën austriake është shumë e rëndësishme të gjejë platforma mbështetëse në Tiranë, ku austriak me potenciale të jashtëzakonshme si këta 2 të rinj të mund të performojnë. Përsa i takon koncertit, ne donim shumë të kishim një program me kompozitor klasik austriak dhe arritëm përmes bashkëpunimit me teatrin e operas dhe baletit. Edhe pse për të nuk është hera e parë që ndodhet në Shqipëri, për këtë koncert dhe rolin e tij si i ftuar, violinisti austriak Daniel Auner tregon: The piece that I will perform is the violin concerto from Ludwig van Beethoven. Unë do të interpretoj pjesën Concerto nga Beethoven. Kjo konsiderohet të jetë pjesa më e vështirë për violinë në muzikën klasike, sepse koncerto është shumë delikate dhe transparente. Nëse violinisti nuk luan në mënyrë perfekte dhe detajet më të vogla, çdo kush do mund ta dallojë, madje edhe ata që nuk shkojnë shpesh në koncerte klasike. Jam shumë i lumtur që gjendem këtu dhe do të interpretoj me këtë orkestër fantastike, pasi ata janë vërtet ndër më të mirët që unë kam luajtur, të krahasueshëm me orkestrat më të njohura të Europës. Për drejtoreshën artistike të teatrit të operas e baletit, shfaqjet dhe prodhimtaria e institucionit të artit elitar në vend do të jenë prioritet, duke bërë një thirrje për ata që ndoshta janë larguar kësaj salle. Ju them gjithmonë, hajdeni mos e lini operën sepse me të vërtetë është një fabrik në sensin e mirë të fjalës, ku çdo ditë prodhohet.